Të dashur teleshikues, mirë se takohemi sërish në intervistën e radhës. Së bashku, këtë radhë do thellojmë një bisedë shumë interesante që bëhet fjalë për një libër, pra që titullohet Prej Dulcino në Dinosh. Atëherë, si fillim, para se të njohemi edhe me të ftuarin që kemi këtu, ndodhemi te libraria Ulqini, duhet të citoj një parathënie që përmban në librin. Citoj: Ky libër sjell artikujt e mi nga vetmja gazetë javore shqiptare në Maltëzi, Koha Javore, që zhytet të thellë në historinë e Malësisë, origjinën fisnore dhe zbulimet më të fundit të ADN-së shqiptare nga Ulqini, ana e malit, kraja e deri në mbar Shqipërinë. Nga shkatrimi i mureve të lashta të Ulqinit te historia e Dulcinos në sundimin venecian, libri zbulon për herë të parë në detaje se si Ulqini ju dha malit të zi në vitin 1880. Gjithashtu, udhëtojmë në Dinosh, shtëpinë e gruas sime, dhe përmbyllim me një dedikim prekës për nënën time të tjerë, Naçi e Rama, që u ngan nga jeta këtë vit. Tani mund të dini bëhet fjalë për të ftuarin tonë shkrimtarin Sami Flamuri. Sami, faleminderit që pranuat dhe po shtjellojmë këtë bisedë së bashku. Përshëndetje dhe njëherët i përshëndes të gjithë malësorët e mi kudo anë mban botës se janë, sidomos shikuesit e TV Bojin që nuk janë të pakët, sidomos ata të diasporës tonë krëshnike në Detroit, nga ku edhe kam edhe bashortën time për momentin, dhe qatë them, ishtë një kënaqësi e veçantë që t'jem me ju sot, të ndaj disa kohë, disa pjesë nga copsët e librit tim të ri, domethënë Prej Dulcino në Dinosh. Do të pyes si lindi ideja për sjelljen e një libri të tillë, pra Prej Dulcino në Dinosh. Ishte një, pothuajse një ide e kahmoçme dhe unë me vite të tëra, domethënë jam marrë me studimet e të kaluara sonë të ndritur. Momenti ishte kyç që fillova t'i bëj disa shkrime në gazetën, domethënë e vetme shqiptare që është në Maltëzi, Koha Javore, dhe si atill fillova me të vërtet ta trajtoj çështjen me më seriozitet, sidomos çështjen e të kaluarës tonë, sidomos çështjen e Ulqinit dhe jo vetëm, sepse në libër ndërsjellët edhe historia e krajës, edhe historia e anës malit, Tivarit, dhe do mos e mbaroj me Dinoshën, por në Dinoshën nuk e la jetime, sepse ajo është pjesë e pandashme e Malësisë edhe trungut të Malësisë, por e vazhdoj edhe me një hulumtim të thellë për fiset malësore, gjenetikën e tyre, zanafillin e tyre, sidomos edhe nga ana e shkencës të re të ADN-s, si kemi ardhur aty, kush janë të parët tanë, dhe mirët vesh me një krenari të veçantë jam me të vërtet i gjunjëzuar ndaj gjithë aty në pasardhësve të mi që janë marrë me këtë temë, por tema e historisë tonë nuk ishte htjelluar sa duhet, dhe si atill e paç ishte një zbrasësi, dhe ja vendosa që këtë libër t'ja dhuroj gjithë auditorit shqiptar, sidomos tek ne që nuk kanë pas rast domethënë disa tema t'i shtjellojnë. Ka domethënë një pjesës është aty jo vetëm arbëria venedike që ishte Ulqini dhe si u njifte atëherë si Dulcino, por ishte edhe çështja domethënë e Ulqinit kur ishte në protektoratin italian në vitet 1940-45, domethënë ishte diçka që nuk i shpreh përpara, por ne jam qasur kësaj teme domethënë me dokumenta të arkivës autentike të cilat ne si historian i bazohemi, domethënë ishte ajo lënda e parë që ne i prekim, dhe si e ta tillë do të jetë interesante ta shohim se ku do ta çojë ky libër lexuesin. Çfarë përbën ky libër? Cilat janë temat që shtjellohen më së shumti? Po, siç thash, domethënë historia ishte prekse, ishte diçka që lexuesit do ta kenë domethënë një kënaqësi të veçantë të ballafaqohet me historinë e Ulqinit pikësparit nën pushtimin venedikas. Si erdhi tek pushtimi i Ulqinit në Albania Veneto apo në Senjorin, që ashtu njifte Venediku e asaj kohe, kush ishin familjet më të njohura ulqinakase të asaj kohe, me çka u merrte Ulqini, domethënë çka kishte Ulqini gjë specifike përveç detit, domethënë do e trajtoj çështjen nga disa aspekte, sidomos kur dihet mirë se në një moment të historisë, gjatë rrëfimit të Ulqinit nga venedikasit në vitin 1696 dhe rrëfimin e dytë 1718, kanë marrur pjesë edhe hotasit. Domethënë fisi i hotit, edhe pikrisht puna kësaj beteje që ndihmuan osmanët të Ulqinit të mbrohet nga Venediku,
hoti njihet si fisi I parë I malësisë që nga ajo datë. Domethënë jemi duke folur, domethënë ajo e fiton primatin si bajraku parë I malësisë, mu pikrisht puna betejës në Ulqin. Domethënë edhe kjo ishte diçka edhe kurse në brendësi të librit do shihim pse dhe si vjen tek ajo çështje, prandaj është mirë që ai lexuesi do ta gjejnë vendin ndoshta edhe kur të vinë në Ulqin, në librarinë Ulqini, ta marrë një kopje të librit dhe do të jetë një kënaqësi e veçantë që ndoshta edhe unë t'ja dhuroj këtë libra, apo ta kejnë në bibliotekën e tyre si një thesar, sepse unë them çdo libër ka thesarin e vet dhe hap një dritare e cili nuk I shpa më parë. Përveç hotit, cilat janë vendbanime tjera të majësisë që janë të përfshira në këtë libër? Po, do mos e preki domethënë historinë e Dinoshës në një thellësi të veçantë, sepse edhe bashortja ime Nusreta ishte fisit të Grudës, I takon pikrisht Dinoshës dhe I takon vëllezërisë të Gjokajve, që I përshëndes gjithë për momentin, dhe si atill domethënë prehet historia e Dinoshës nga ana parahistorike deri në vitet domethënë e dorëzimit kur ishte dorëzuar domethënë Dinosha Malit Zi, e preki do mos ishte një pjesë interesante ku përmendi dorëzimin e Ulqinit Malit Zi, sepse Ulqini ishte dorëzuar Malit Zi në vitin 1880. Kurse në 1878, në konferencën e Berlinit, gjitha tokat shqiptare në Malëzi janë dhuruar, domethënë me traktatin e Berlinit janë dhuruar Malit Zi. Por interesante është që malësorët kanë bërë një luftë të jashtëzakonshme dhe nuk e kanë pranuar këtë fakt të kryer dhe do mos domethënë çështja e Dinoshës u shty deri në vitin 1913, domethënë deri në atë kohë Dinosha ka qenë pjesë përbërëse e Shqipërisë Otomane. Unë duhet ta cek Shqipërisë Otomane sepse ne atëherë nuk kishim shtet. Domethënë shteti shqiptar u formua me 1912, kurse atëherë ishte pjesë Dinosha dhe Malësia ishte pjesë e perandorisë osmane, por pjesë e Arbërisë apo Shqipnisë Osmane. Andaj duhet t'i dallojmë të Shqipëria Osmane dhe Shqipëria mbas viteve 12 apo mbas vitit 17 kur u bë edhe konferenca e Londrës dhe kur I kemi këto kufisi I kemi të cunguar sot. Por vazhdon rrëfimi im për Malësi, do mos ka të bëj edhe me fiset kryesore të Malësisë. Ja filloj me Grudën, mos t'i vinë këty në hot keq se janë fisi I parë, por mbasi bashortën e kam grudiane, miqdesh do mos ta vuj në vendin e parë, por jo nga trimnia, por nga çështja e përkatësisë fisnore, dhe si atill vazhdon me hotin, vazhdon me prerardhjen, gjenetikën e hotit, por po ashtu e preki për të parën herë, që nuk I shprek deri tani, edhe lidhjen e ADN-s të hershme me fiset e hotit, sepse kemi gjenetikën tani, kemi me shkencën e re të ADN-s, kemi edhe gjenetikën e cila tregon në një mënyrë decisive nga ka prerardhjen fisi I hotit, që ju do lexoni në libër, për një gjë interesante që dua ta cekin nga libri, vren se fisi I hotit me gojdhen thot vin nga Bosnja, por sipas gjenetikës kjo bie poshtë. Domethënë kjo teori bie poshtë, por ka një gjë tjetër, unë kam domethënë gojdhënën e Marash Ucit, trimit të hotit të asaj kohe që përmendet edhe në lahutën e Malësisë, I cili pati një mirësi të madhe të bashkëpunonte me krajlicën e malësorëve të asaj kohe, Edith Duramin, e cila në librin e saj të fundit për shqiptar, Some Tribal Laws and Origins in Balkans, disa rreth origjinës të prerardhjes shqiptare në Ballkan, ajo e cek edhe prerardhjen e Marashucit dhe gjenealogjinë e Marashit, dhe Marashi çka ishte një gjë interesante në libër, ja cek Edith Durami, domethënë gati në 15 brez origjinën e hotit, dhe ishte diçka thotë ishte pa parë deri atëherë, sepse Evropa nuk I dinte fiset kaq thellë siç I din shqiptarët, dhe Marashi u mburte për një gjë tjetër që thotë që shqiptarët e hotit nuk përzihen, domethënë hoti nuk merr në hot. Domethënë kur martohet, hoti nuk ish martu kur me hot, dhe kjo e tregon domethënë pastërtinë e gjakut në një nivel që domethënë që ishte jashtëzakonisht për të mburur, por edhe për të përkujtuar botës të qytetëruar se ne kemi pasur një qytetërim të hershëm. Unë dua të them, kjo ishte edhe thelbi I librit, ishte do të jetë një udhtim I lexuesit në të kaluarën tonë të ndritur, por me fakte edhe me dhëna që s'janë lexuar apo s'janë dëgjuar ndoshta me këtë faktografi më parë.
Ceka më parë se kam pasur disa, domethënë, të dhëna që i kam marrur nga arkivat e ndryshme të botës, sidomos kam pas një qasje të drejt për drejt në arkivat e Britanisë të Madhe, sepse jam edhe domethënë jam australian me lindje dhe kam pasur një kyçje të drejt për drejt me arkivin e British Common House, që është domethënë House of Commons në Angli, dhe ata patën një fatmirësi të madhe që të millurojnë gjitha dokumentat e dorëzimit të Ulqinit Malit Zi, që për fat keq Anglia kishte një rol decisiv që Ulqinit të jepet Malit Zi, dhe sidomos kryeministri asaj kohe Gladstone e bëri një gaf diplomatik shumë të madh që një vend shqiptar të jepet apo të dorëzohet Malit Zi pas një luftë. Domethënë kjo është diçka që ka qenë diçka që nuk e pritur, por shqiptarët kanë luftuar, shqiptarët prej nga ajo kohë kur formohet edhe lidhja e presidentit për të parë sera kanë kuptuar se Perandoria Osmane mund të dorëzoj pas një lloj se dëmshpërblimi. A ishte e vështirë të kishe qasje në arkiva? Përmbledhja po, edhe mirët vesh të sistemimi i dokumentave, domethënë kërkon kohë dhe kërkon një mënyrë sepse sa kohë të ka marrur? Libri si libër gati 5 vjet, kurse mbledhja e dokumentave gati, domethënë unë jam në këtë lami gati për 30 vjet dhe i kam pasur një arkiv edhe personale, por në atë arkiv domethënë mundesh të gjesh diçka, por kryesori është që të bësh hulumtime, për shembull një hulumtim ishte interesant kur shkruaj për varrin e motrës të Skënderbeut, Mara Kastrioti, e cila ka qenë martuar me Shtjefen Gjuraziun, që në historinë e Malit Zi ishte i njohur me mbiemrin Cërnojević. Cërnoje që domethënë i Zi është, edhe ajo ka varrin e saj në ishullin kom, edhe unë në libër e trajtoj domethënë gjetjen e varrit të saj, për të herën parë domethënë kam pas fat me një grup të shokëve të mi, Gazmen Çitaku dhe Gzim Mavriç, ta gjejmë varrin e saj dhe ta bëjmë edhe zbulimin e këtij varri, që më parë u lajmëruan nga Binjako Im Naimi, dhe kështu domethënë kjo histori e veçantë përputhet edhe me historinë e shqiptarëve, domethënë historia e gjenealogjisë, domethënë e themeltarit të Malit Zi me familjet feudale shqiptare, në këtë rast familja Gjergj Kastriotit Skënderbeu, edhe çka është gjë më interesante, një historian serb që ka emrin Ivan Božić, që ishte i viteve të 50-ta, në librin e tij Nemi në Primorje apo të Bregdeti i trazuar, ai shkruan nga dokumentat që i ka gjetur në arkivin e Kotorit, shkruan që për Cërnojevićit atje përmenden si albanesis, domethënë përmenden si shqiptar. Domethënë edhe kjo mirët vesh ma merr mendje puna domethënë Marës, e cila ishte kastriote, por edhe burri i saj Shtjefni apo Stefan Cërnojević, nana e tij ishte domethënë goca e Kol Zaharis, edhe kjo një familje feudale, po ashtu familja Cërnojević ishte e lidhur me Gjergj Arjanitin. Dhe kemi edhe në shkrimet e mbretit Nikola të vonshme, e ka pasur nom de pen, Nikola ka pasur Arjaniti, domethënë e ka ditë ai origjinin e vet. Edhe një gjë nga këto zbulimet të ADN-s, kemi gjetur që edhe mbreti Nikola i Malit Zi e ka ADN-n tipike shqiptare të Malësisë, që është EV13. Domethënë është një gjetje shumë interesante dhe e tregon domethënë sa kanë qenë të fiset të ndërlidhur me njëri tjetrin. Edhe kjo është diçka që ne duhet ta qasim se si një simbol i një mbijetesës të dy kombeve me njëri tjetrin. Edhe ne domethënë si jemi si një popull autokton në këto treva, e tregon vazhdimsinë e qytetërimit tanë domethënë me shekuj. Kjo është një gjë që nuk ishte vetëm për të lëvduar, por ishte të treguar botës sepse kjo është origjina jonë. Domethënë prandaj edhe librat si prej Dulcinën Dinosh e ka vendin e vet tek lexuesi dhe shpresoj që lexuesi do e përgëzoj punën që e kam bërë deri tani. Nga gjithë puna që keni pasur dhe qasje që keni pasur në për arkiva, cili ka qenë një që ju ka bërë përshtypje më së shumti juve personalisht? Po ishin disa, po ta jap për shembull rastin kur në arkivat e Venedikut kam gjetur disa raste interesante, për shembull që në Kalan e Ulqinit në vitin 1420, 1426, një grua ulqinake se u denote për adulteri, sepse e kishte tradhtuar burrin e saj, dhe ishte e dokumentuar se sa ditë burg ka ngrënë, ishte 4 muaj burg, kurse dashnori i saj kishte marrë burg po ashtu. Domethënë, kjo ishte diçka që se pritshte duke hulumtuar për dokumentet për Ulqinin. Mandej dalin edhe dokumenta tjera të dorëzimit të Ulqinit që nuk do t'i shpalosi gjitha, sepse kam të shirë të nxjisi kuretin që lexuesi vetë ta gjejë në libër cilat dokumente i kam gjetë për dorëzimin e Ulqinit që s'janë pa
deri atëherë, sepse ekziston një mendim në Ulqin, tek thuaj se si një legjendë urbane se Ulqini ishte dhënë Malit Zi për vetëm 99 vjet në atë kohë. Domethënë lidhet edhe me këtë qasjet moderne që këto të Alabarit, po. Por ato do shohin libër se sa ish kjo e vërtet apo sa nuk ishte vërtet. Andaj do të jetë interesante ta marrin këtë. Edhe sidomos janë edhe disa fotografi të rradha që i kam gjetur në Muzeun Korrier, fal një miku tem Petrit Lunji që ka arkivën në Malzi, që mi dha, dhe po ashtu ishte një gjetje tjetër që ishte hera parë shpaloset në libër, ishte një gur monumental në Kala, i cili ka një sistem të çuditshme, edhe ka një mbishkrim fetar në rrethën e saj që quhet Nemo profeta in patria sua. Nuk pranohen profetët në vendin e vet. Ishte shkrim biblik, por deri vonë nuk e kemi ditur i ku i ka taku ky shkrim. Kurse unë kam pasur fatin e madh që me një mikun tim në Amerikë, Gzim Mavri, që të qasemi dhe ta gjejmë njeriu nga kjo sistem i takote. Ky është faktikisht një venedikës me emrin Alessandro Zanotto, edhe ky ma tregoi domethënë historinë e të pararsave të tij pse e tek edhe si kanë luftuar në mbrojtjen e Ulqinit, sepse Ulqini u pushtuan nga Perandoria Osmane në vitin 1571. Domethënë për 1405 deri në vitin 1571 Ulqini ishte në Venedikun dhe të tregon domethënë luftimin e këtij pasardhësit të Alessandro Zanotto, i cili luftoi me një trimni të jashtëzakonshme, edhe ky ishte epitaf i varrit që ende ishte sot në rrugicët e Ulqinit. Tani të rikthehemi pak sa edhe tek pjesa e origjinës fisnore dhe zbulimit të ADN-s. Përse është e rëndësishme kjo për rëndësinë e sotme? Po, ishtë shkencë e re edhe ishtë shkencë eksakte. Anadet, shiko, ADN-ja e asnjë personit nuk mund të ndryshohet. Andaj, domethënë, ky zbulim çka bëri? ADN-ja shqiptare, domethënë, e tregoi lashtësinë e kombit ton në këto treva. Domethënë, ajo bjen teoria e qarqeve propagande slave, të cilat teorinë e shqiptarëve që janë ardhacak të vonshëm, bjen fare në uaj. Domethënë, ishte një kontinuitet gati 6.000 vjeçar në këto treva, edhe e tregon me saktësi, sepse ADN-ja, sidomos ADN-ja nga jati nuk ndryshon. Kurse kjo domethënë ishte diçka që nuk ishte ndryshuar me as pak, domethënë për 6.000 vjet, 8.000 vjet ajo nuk ndryshohet kurrë. Andaj kushdo që bën kërkimin e ADN-s vet, nuk ka domethënë se ka t'ja mbaj ku çkado që dali, dhe si thash edhe më parë, EV13 ishte ajo që dominon në Malsi dhe sidomos gati 50% në Kosovë, kurse në Ulqin ka disa diferenca, por në libër do të jenë në hollësi si e tek, me një miku jam Fatmir Markashi i ka studiuar në mënyrë të thellë dhe unë me një intervistë që kam bërë me të, i kam shpalosur gjitha edhe fiset edhe tabelën e fiseve me ADN-n eksakte të çdo mbiemri në Ulqin që e ka bërë gjithë tani këtë kërkim. Domethënë ky është një zbulim i bukur që shpresoj do të jetë domethënë diçka që një risi për publikun i cili nuk ish mësuar ndoshta të lexojë disa teori që janë me të vërtetë të shkencës bashkëkohore tani. Cili është qëllimi kryesor që dëshironi t'u përcjellni lexuesve dhe cilë lexues janë më të jetur që të dinë përjardhjen e shqiptarëve? Unë nuk do t'ja kufizoja librin një moshe, sepse libri është për çdo kënd. Edhe ai që mendon që din diçka ndoshta në libër do të gjejë një artikull i cili ndoshta se ka dëgjuar më parë apo se ka lexuar më parë. Por unë i drejtohem moshës më të re, që janë tani studenta, që janë në shkollën e mesme dhe janë duke studiuar, të cilët i nxisat kurreshtin e tyre që ta dinë origjinën e familjes vet, ta dinë origjinën e një kombi i cili është një ndër kombet më të lashta në Gadishullin, unë them gjithmonë jo balkanik, po Gadishullin ilirik. Domethënë kjo do të jetë një zbulim i joshës për ta, por do të jetë edhe një krenari që deri dje ndoshta ka qenë në heshtje, kurse sot do të dalin në pahisi diçka që mundën të mburren, po jo me një krenari të rreshtë, po me një krenari të vërtet. Si e përjetoni rolin tuaj si shkrimtar që i drejtohet komunitetit shqiptar jashtë Adeut, po edhe këtyne brenda Adeut? Është një pyetje shumë me vend dhe një pyetje që më prek, sepse unë kam vite të tëra që kam jetuar në Australi, kam jetuar gati 27 vjet në Australi, atje domethënë kam lindur, por nuk duhet harruar se kemi një Ulqin të tërë në Amerikë, kemi një Malsi të tërë në Amerikë,
kemi komunitetin tonë të madh në Gjermani dhe në shumë vende të botës, dhe si atill, domethënë, kjo libër vjen nga një mërgjimtar i cili ishte dredhje si ata, por i vjen si një dhuratë, mu në vitin 2025, si një dhuratë e cila domethënë më shtyu, duhet të them që ta bëj nga bashortja ime Nusreta, e cila para disa viteve, kur më pyetët për librin si erdhi tek jetësimi i saj, më tha, pse nuk e shkruan një libër tani, pse nuk mirësh me disa shkrime, sepse ke aq tepër të tregosh. Edhe unë e pranova atë si një sfidë, por që ja pra sot po shihet mshirimi i veprës dhe shpresoj edhe tek lexuesi do të paraqet një risi edhe një zbulim që do ta hjosh edhe do ta kënaqësh se kush jemi ne dhe nga kemi përradhjen ne. Atëherë unë e citova edhe në fillim që thoni ky libër sjell artikujt e mi nga e vetmja gazetë javore shqiptare në Maltezi, që është Koha Javore. Është një përmbajtje e shkruar nga ju, patjetër. Çfarë ndësie ka kjo gazetë për ju si vend ku botuo fillimisht këto shkrime? Ishte gazeta, domethënë, kur ishte në formë të printuar mbet. Edhe ishte diçka që më nxinte që çdo javë të bëj një shkrim që ndoshta ta shtyje veten që mos të rrijej mas me bë asgjë. Andaj edhe Koha Javore ka një rol të jashtëzakonshëm për mbajtjen e gjuhës shqipe në trevat shqiptare në Malzi. Dhe si atill, domethënë, po nuk të ishin artikuj në Koha Javore, gjysa e librit nuk do të ishte tani e mbaruar. Domethënë, ishin pikërisht shkrimet e mia që njerëzit i kanë lexuar dhe kam pasur një mirësi, duhet të përmend edhe disa njerëz që ndoshta do t'i harroj. Kristian Duka, njëri prej tyre, më tha pse nuk i boton këto shkrime, edhe prandaj që edhe Kristianit po i mëshirohet ai mendimi i tij, po kam edhe profesor Nairi Draga më tha të njëjtën, shokët e mi Mentor Lunji, Gazmen Çitaku, Marian Shkeli, gjithë ato më nxitën që unë të vi tek përfundimi i librit dhe do mos kjo ishte tani, domethënë, në gjuhën latine ishte një shprehje e bukur, andaj thotë quod dixi dixi, quod scripsi scripsi, çka kam thënë, çka kam shkruar, domethënë, tash kjo ishte kur shkrimtarja qet një libër, tash apo e shkruan një libër, tash është në dorën e lexuesit. Ai mshirohet me libër edhe tani vetëm auditori im ishte, vetëm puna ime ishte tani vetëm ta plasojmë të libër sa më tepër tek auditori i gjerë, sidomos prandaj edhe TV Bojini e lu një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Intervista ime në Malzi e para për mediat ishte pikërisht në TV Bojin, para 8 viteve, kur erdhen nga Australia, dhe si atill ishte diçka që ishte e paharrueshme për mua, se edhe ajo ma dha një nxitje që sot jem që herën e dytë në TV Bojin që shpalosi librin prej Dulqin Ondinosh. Dhe patjetër është kënaqësi edhe për neve. Duhet të pyes rrëfime personale ka në libër? Rrëfime personale ka, janë disa, do i përmendi 2. Ishte një ndër udhëtimet e mia që i kam bërë piligramazhi që e kam bërë me bashortën time Nusreta në Umra vitin e kaluar. Dhe thash, pse mos ta di, domethënë auditori i gjerë, përveç diçka që është fetare, ta dinë edhe historikun pse ky piligramazh domethënë ndërmirret nga fetarët e besimit islam, dhe se atill do e shohin në një mënyrë koncize prej ku vjen domethënë ideja piligramazhit, por do mos rrëfimi fundit, më prekësisht rrëfimi që ka të bëjë me kalimin në amshim të jetës të nënës time Naxhie, e cila ndroi jetë me 3 mars të këtij viti dhe me të vërtetë është një humbje jashtëzakonisht e rëndë për mua, sepse kam qenë shumë afër me nanën, edhe ajo nanë domethënë ka bërë shumë për mua dhe për vllahun tim Naimi, për na ka rrit domethënë jetima me babë gjallë, sepse jemi rrit me nanën në Ulqin, babën e kena pas në Australi, është një histori që e kemi bërë në librin tonë Koha Shegës, por do mos unë them që nana gjithmonë jeton me biun e vet, sepse ajo pjesë e imje, domethënë kur nuk do humbas lidhjen me nanën dhe kujtesës, domethënë derisa jetoj unë do përmendi dhe nuk ishte rasti që faktikisht edhe libri po del në vitin që ajo ndroi jetë. Andaj domethënë ishte çështje kështu, domethënë personale që po një memorium që ja bëra nënës time, nanës Naxhie. Sa sfiduese është të ruani ekuilibrin mes fakteve historike dhe rrëfimeve tuaja personale? Ka të bëjë me disa qasje, domethënë janë disa ballafaqime, për shembull kur
kur shkruan njeriu për një temë si kurse ishtë dorëzimi i ulqinit, ishtë pak prekse, sepse kjo temë ende sot, Kongresi i Berlinit rezonon me tokat shqiptare në Malzi, dhe më thënë, ne kemi ende, dhe më thënë, problem me çështjen e asimilimit në heshti, dhe më thënë, gjitha këto të prekin, sepse e kupton pse, dhe më thënë, ishtë dhanë ulqini Malzi dhe Malsia, edhe pse, dhe më thënë, 30 vjet me vonesë, çka ka ndodhur me shqiptarët e Plavit dhe Gusis, që përmenden në libër po ashtu, atje kemi asimilimin gati pothuajse në një sasi edhe më të madhe se tek trevat tonë, dhe kjo ishte të shkoj sfiduese, por nga ana tjetër ishte edhe një ngallënim që të shpalosen me faktografi e cila nuk të lën të dyshosh. Andaj do të thënë edhe kishe zemrën e qetësuar sepse kur e bazohesh me një dokument ti e shpalos atë dhe ai ishte do të thënë punë e kryer. Do të thënë edhe kjo ishte diçka që më pëlqeu edhe ma dha shtytjen që ndoshta emocionalisht mos të investohem direkt, por ta kem një mbikëqyrje nga jashtë sikurse dikush i huaj po e lexon për të parën herë për ulqinin. Ashtu qasa librit, sepse deshen nga ajo aspekt, sidomos nga aspektet e dokumentave angleze, të cilët deri dje nuk ishin të përkthyera. Kam edhe disa përkthime interesante në libër që ka të bëjë me krajen, me një botanist italian, që quhet Antonio Baldacci, ka qenë shumë i famshëm edhe tregoi udhëtimin e tij në kraj. Edhe kjo ishte në vitin 1890, domethënë kur shumë pak i shkru për viset tona, edhe tregon lidhjen e kranjanëve me malsor po ashtu, edhe kemi edhe një rrëfim tjetër që nga kraljica e malsorëve Edi Durami, e cila e shkruan një rrëfim të jashtëzakonshëm prej Shkodrës në Ulqin, apo ajo shkruan prej Skutari në Dulqin ose Skutari në qytetin Shkodra. Edhe kjo domethënë edhe më nxiti që ndoshta edhe titulli i librit ta kejnë atë Dulqino në vete, sepse ishte pjesa e Arbërisë Venedike, edhe të mbaroj me Dinoshën, e cila ishte pjesë tani edhe zemrës time, dhe sepse jam edhe dhëndër i Malësis tani, dhëndër i Dinoshës. Do të pyes nëse keni, patjetër që keni pjesë të preferuara nga libri që do të doni të ndani me neve tani? Do mos, dhe më thënë pjesët e librit janë të ndara, kanë pjesë të caktuara, po kanë të bëjnë, dhe më thënë, me historinë e ulqinit në Venedikun. Janë disa pjesë që aty kanë me josh lexuesin, sidomos rrëfimi i parë dhe i dytë i ulqinit, që e bëjnë në thellësi. Bëj edhe një rrëfim interesant, se për të parë seri përmendi edhe shqiptarët e Bokës të Kotorit, të cilët nuk janë përmendur kurrë, dhe më thënë, apo janë përmendur shumë pak. Janë disa qasje tani përmendur shqiptarët e Bokës të Kotorit të asaj kohë, jam duke thënë shekulli 16, shekulli 15 dhe 17, po ashtu do të flasë edhe për shqiptarët e Triestës, që si shfol kurrë, dhe ishtë për një katund atje në Istra, që ishtë quhet Peroj, edhe ajo dhe më thënë lidhja të Cërmnicës sot me atë katund, edhe do tjeti dëshka interesante, por do mos ja vlen libri të shikohet nga edhe prizma kohore, se do të kejnë edhe qasjen edhe ulqinit, si e përmenda më parë, kur unë them ulqini ishtë titulli në kohën javore, që javora ulqini kur ishte Shqipni, dhe më thënë ishte momenti interesant, nuk bëj asnjë apologji për sistemin fashist, dhe më thënë ne shqiptarët kemi pasur lidhje me fashizmin, por ai sistem bëri një gjë interesante, dhe më thënë hera parë që ulqini dhe viset shqiptare në Malzi filluan të kenë shkolla në gjuhën shqipe, dhe për këtë ishte diçka që duhet me të vërtet të jemi mirënjohës, sepse ishte efektisht zanafilla e shkollave shqipe në gjuhën shqipe tek ne. Në atë kohë, në vitin 1920 apo 40, si themi ne në Gegni, ishte edhe çështja e shkollës të parë në Ulqin, që e ka emrin sinjor Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe drejtori i parë i asaj shkolle ishte Jahja Damnjori nga Shkodra. Domethënë mësuesit ishin nga Shkodra, sepse një adhetar rilindës i famshëm Ernest Koliqi ishte ministri i arsimit, edhe ai e pa të arsyeshme që shkolla qitet edhe në Ulqin. Edhe kjo ishte diçka që domethënë e filloi atë frymën e shqiptarisë që sot ngallnjen, që ja pra jemi me një moment të interesant, jemi në një librari e cila ishte libreria vetëm në gjuhën shqipe në Malzi, por shpresoj edhe në Tuzë të jetë librari e arshme, por që me të vërtet i rikujton brezat e arshme se gjuha shqipe ka një gamë të madhe në çdo aspekt, nga çdo lami po ta shikosh, domethënë gjuha shqipe ishte diçka që me të vërtet ne duhet të mburremi, sidomos edhe për lashtësinë e saj, që e përmenden në libër. Do mos flas edhe për gojfoljen e Malësisë, domethënë diçka që nuk ishte fol deri tani,
edhe e përdori profesor Gjovalin Shkurta, e përmendi në libër, e përmendi dhe më thënë se sa malësia e ka rujt gjuhën e vetë autoktone e cile nuk ishte përzirë me asnjë dialekt tjetër, dhe më thënë ishte shka që ishte, me të vërtet duhet, unë thëmë duhet të shtetë në UNESCO, si kurse Gjubleta. Pjesa e folmes malësisë ishte për mua pjesa ma e bukur e gegnishtës. Dhe më thënë, kjo ishte shka që ishte duhet të hulumtohet edhe ma tepër, sidomos idiomet që i përdorin malësorët, mënyrat shprehur si e kanë malësia, dhe më thënë, ishte shka që e kam prek në libër. Çfarë mendoni se është që ka ndikuar kaq shumë në ruajtjen e pra dialektit malësor, që akoma nuk është ndërruar apo nuk ka pas qasje akoma me, të themi, toskërishten apo standardizimin e gjuhës? Siç e dini edhe vetë, ende sot jugu i Shqipnisë çfarë i panjohur për ne edhe veriu për ta. Dhe më thënë, problemi kyç ishte ndamja e Shqipërisë me një perde të hekur të sistemit monist të Enver Hoxhës, i cili i ndau dhe më thënë Shqipërinë edhe nuk kishte qasje ndërvllazërore. Ne kemi momentin kyç që e përmendi në libër, kur ndodh dhe më thënë dorëzimi i malësisë Malit Zi në vitin 1917, aty kemi gati 800 familje nga Gruda të cilët shpërngulen në rrethinën e Shkodrës, po ashtu edhe nga Hoti, po ashtu edhe nga Trieshi, nga Këlmendi, dhe më thënë edhe ato familje për 50 vjetë, edhe pse kanë qenë me një dhe më thënë, kanë qenë dëvet, i kanë pasur tokat e tyre në pjesën ku jemi ne, ata s'kanë mujtë për 50 vjetë as të shifen, as të shkojnë me njëri tjetër, dhe më thënë, ishtë një gjë makabër, dhe më thënë, kjo ndikon. Por një gjë tjetër ka ndiku që edhe çështja e perandorisë osmane të asaj kohe, dhe më thënë, sepse malësorët kanë jetuar në bjeshtë të larta, dhe më thënë, si të tillë kanë qenë të pamposhtër, dhe më thënë, nuk ka qenë interesi i perandorisë osmane, si mendohet sot, që ti mposhtin to fise, ato fise kanë pasur fizionominë e vetë, kanë pasur plesninë e vetë, kanë pasur kanunin e vetë, dhe kanë qenë pothuajse shtet në shtet. Edhe kjo ka mbajt atë, edhe atë si fola më parë, dhe më thënë që edhe Marashutsi Indjere ka përmend që mos përzirja fisit me fis, dhe më thënë gjitha këto atribute e bëjnë sot malësinë të tjenë kjo trevë si ishë sot, edhe pse shifen ndikime, dhe më thënë ne dojmë mos të humbasim, se ne jemi në Malëzie, ka dhe ndikime së slavishtes, ka dhe huazimin nga turqishtja, normal, por gjuha si gjuhë ishte organike, gjuha i buron, më thëmë, ishtë gjuha si cemi, kur buron cemi, dhe më thënë, kur vrëshon cemi, vrëshon çdo anë, a i mërë çdo guralecin, nga çdo ku, por gjuha si gjuha, trungu, dhe më thënë, aja bërthama gjuhës mbet autoktone, andaj edhe më pëlqen. A mendon se është ruajtur akoma kjo fanatizmi i mos përzierjes fis me fis? Unë kam dëgjuar që ka filluar të ndryshoj. Tani, ju në Malësi e dini më mirë kush janë ata me emër, por unë kam dëgjuar që ka filluar të ndryshoj. Tani, sa do të ndikoj kjo tek kultura e shqiptarëve në Malësi, ishte ndoshta sëdim tjetër, por mos, unë them që nuk e shoh të parasyshme ndoshta, po qoftë se s'ke drejt për drejt diçka me gjak, që mos të shkosh edhe në martosh në fisin tënë, por mos ajo ka qenë një ndër veçoritë e veçanta të shqiptarëve të Malësisë, mos përzirja e fisit me fis, apo hoti s'ka marrë kur në hot, gruda po ashtu, po ishtë bërë anasjeltas, gruda ishtë martu në hot, gruda apo hoti ka marrë në grudë, dhe kjo ishtë diçka që ka qenë fare normalitet, andaj edhe kemi vëllezëri të tëra që janë, domethënë, të bashkuar në këto fisë dhe në të degëzime. Prej Dulcinën në Dinosh, si erdhi deri tek vendosja e këtij titulli? Ishte një titull që tani pothuajse ka jetuar disa një kohë me mua. Domethënë ishte e dishe Dulcino që do të jetë në titull, por Dinoshën nuk e dita. Dinosha erdhi pikërisht para 3 viteve, kur unë edhe u bashkova me nusretën time dhe atëherë domethënë më lindi ideja që unë kishe një shkrim për Dinoshën dhe për Gjytezën, sepse me vllaun e nusretës Muhamet Gjokaj kemi bërë një hulumtim në Gjytezë, që është një vendbanim i lirë afër Dinoshës, mu tek xhamia Dinoshës, edhe ajo më bëri kureshti që ndoshta që titulli ta kenë bërthamen e vetë ta kenë edhe emrin Dinosh, sepse shumë pak i shkru për Dinoshën, edhe ishtë një mkat që i shkru kaq pak, edhe unë më mërmenja
jam të e përmisu këtë gabim historik që ishtë bërë dhe ishtë menjanu Dinosha, dhe do mos, në basi ti ki edhe për edhe nga Trieshi, nuk e kam menjanu as Trieshin, edhe Trieshi ishtë në libër, edhe me të vërtet ka një histori të jashtëzakonshme. Historia Trieshit ishtë dëshka që ende sot, dhe më thënë, jeton dhe bërmon, edhe pse shumica bashkëdhetarëve tonë ishtë dhe jashtë kufive të Trieshit sa të janë në Amerikë, por do mos nuk e harrojnë edhe shpresoj të rikthehen, edhe kur të rikthehen, shpresoj të gjejnë vedin me librin prej Dulcinea Dinosh, dhe jo vetëm. Dhe pikërisht për përfundim duhet ju pyes, si mendoni se mund të ndikoj ky libër te brezat e rinj të diasporës që ndoshta nuk e njohin mirë historinë e përjarjes së tyre? Po do mos në disa aspekte. Pikë pari, domethënë kjo libër do të jetë si një farë si udhërrëfim. Ishte ne në librarinë Urqimi e kemi logon e fenarit, i cili ndriçon, domethënë ndriçon mendjen e njeriu, edhe mendja e njeriu ndriçohet duke lexuar. Unë nuk them libra vetëm historike, por çdo libër, sidomos klasikët shqiptare, klasikët e botës, domethënë pse jo mos dim për edhe kulturën e huaj, domethënë edhe kjo do të jetë tani një ballafaqim ndoshta i tyre i parë me një histori të drejtë për drejtë të fisit vet, të trungut vet, dhe do mos aty do shikoj domethënë sepse ishte një histori shumë e lashtë, edhe do ta nxisin ndoshta të marrë një libër tjetër që do të thelloj edhe më tepër diçka që unë vetëm e kam nxit. Domethënë, ky libër është një nxitje për kulturën tonë kombëtare, një nxitje për harresën që mos t'jemi në harres, edhe do mos si një popull i lashtë t'jemi krenar, domethënë për origjinën tonë shqiptare, t'jemi krenar se frymojmë shqip, flasim shqip dhe jetojmë shqip. Kur e pyetën një shkrimtar të famshëm francez, unë sot jetoj, i ka thënë në gjuhën shqipe, në gjuhën e freng, ai prengu. Edhe unë po them unë jetoj, domethënë unë jetoj dhe frymoj në gjuhën shqipe. Zoti Sami, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë shumë të këndshme. Dhe ishte me vërtet një ndjesi shumë e mirë. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi arritur deri në fund të kësaj interviste. Unë ju falenderoj edhe juve për vëmendjen tuaj dhe ne shihemi në intervistat e radhës.